Mundet me kon vend I punës shkaktari I shëndetit tëm dopt. Po ta bëj pyetjen e njëjtë ty. Çka kishe thënë? Absolutisht që po. Për dikën, toksicitet është raporti që ka me kolegën. Për dikën, toksicitet është raporti që ka me pronarin ose udhëheqësin e atij institucioni. Për dikën, toksicitet mund të jetë rroga olt ose orari I zgjatur. Po I përfshin të gjitha në një. Secili njeri që është aktiv në punë dhe punon, e din që orari mesatar I punës është 8 orë. Veç nëse ju pyes juve ose audiencën tonë, me kon prej njerëzve që janë në jetën tënde, ti rrin më shumë se sa me kolegët e tu të punës. Me kërkan. 8 orë, shtoja këtu edhe tu shkuet tu orën punë bashkë eventualisht, 9 orë në ditë. Ndikimi I punës në jetën tonë është enorm. Prandaj, nëse pjesën më të madhe të ditës ti I ekspozum gjërave që të bëjnë të kesh stres, nuk ka përkthim tjetër përpos ndikim në shëndet. Të një popullat që është tejet e ngarkuar të popullata skandinave, është e ngarkuar me orar të punës, kanë bërë pyetje, a kishit pranu më përpara një vend pune me më pak pagë, po gjithashtu edhe më pak orë pune, apo një vend me shumë pagë edhe orar zgjatur. Të gjithë e kanë zgjedhur orarin e shkurtuar edhe pagën e ulët.